ta lej monopol drejtësin ke këta që kanë kalu vetnikun më në pa drejt. Unë nuk menoj që gjyqtarët që janë, e prokurorët që janë, meritojnë më tepër 10% të tyre meritojnë të jenë në sistem, 90% zot janë. Jam plotësisht dakord. Tash kupton 10% meritojnë të jenë, 90% meritojnë të jenë, atëherë si do të zgjidhësh këtë 90% sa kalajet më të komisionit të filmit. Tani ka dy rrugë, o me hir o me pa hir, se ta mendojnë që këtu s'vot me pa hir. O populli çohet, dhe tha Donald Lu 2017-ën, e tha në Borrell, çonin, nxirrin nga zyrët ata që nuk u përfaqësojnë. Takoj një grua kryetare bashkie atje, në takimet dhe foli aty. Këta nuk e kapën. Frym e boni Berisha revolucionin 7 herë. Dgjoj. Frym revolucionin kështu Romeo jemi kushte të reja. Po që na bazon. Po nxohet formula kjo s'bët, tani këto dy rrugë janë. Jo si do bëhet. Unë si jurist, ora unë doktrinën njoh më mirë se këta që pretendojnë që jam dakord me po. Tani jam pa të letë Romeo, si do e bësh atë frym në revolucionit me pa herë? Kush të ngret më në Shqipëri? Njerëzit kanë bërë vila, kanë kriju një jetë, unë i shoh as se qa kokë njëri janë të jetu, fillos të zoni plazhi, shkojmë plazh. Atëherë pas kemi punë të mirë, kot theti që kemi keq, atëherë të vazhdojmë siç jemi. Jo, nuk vazhdojmë siç jemi. Tani një popull që nuk i bën përshtypje, si bën për këtë desha them. Mjerimi vet po, jo më tani. Te desha them, po nuk i bën më ti Romeo. Se si ka bën ai, si do të bëj sot, si ka bën ai. Se gjë, kështu thon edhe këta berishanët në 96-ën, ku popullsisë në 97-a, që u fryn piramidat, thanë nuk ka popull tu dhe nuk ka zgjidhje, nuk ka problem që nuk jep zgjidhje Berisha. Kuptoti? Edhe kemi qenë bashkë diskutonin më atje për ballë dajtit, ke Bish Valerina, ashtu. Tani e pesi u quaj populli, nga syt këmbët. Edhe tjetër gjë se jo prek leku direkt e ishte moment tjetër. Po do ta sjelli Zoti që do i prekë gjë direkta. Problemi është që ne duhet jemi më civilizuar e duhet dim t'i kërkojmë sap përfaqësuesve tanë. Nëse ne këta i zgjedhim edhe i konsiderojmë si perëndi, kjo është pjesë e mentalitetit ton, shumë të nështruar. Ti the jo, si mund ta pranosh deputet njëri, si ajo që tha që jemi të kërcënuar brenda dhe nuk flet. Dhe ti e ke zgjedh për përfaqësuar ty. Çfarë përfaqësimi ke ti aty? Çu marron? Jo mos ne populli e administrata që është Po atëherë, a duhet ta fillojmë? A duhet fillojmë? Po, dakord, patjetër. Unë këto kam thonë intervistat e para. Unë kam dashur me t'regu njerëzve, përballuni me, edhe me Kosovë. Po gjithë Kosovë. Po gjithë bota me Kosovë ka fituar. Përballuni me, mos i keni frikë. Bile unë kam për buzje në veri, po nuk është se i në vlerësoj. Përballem. Me çfarë do Kosovë do përballem. Edhe sikur mos ma japin këta shpërblimin, ka për të ma dhënë Zoti, nuk e di unë se si do ma japi. E si do ma nxjerri. Por nuk kam farë, duke qenë që kam bindje që jam në të drejtë, edhe orientohem nga e vërteta, dhe e vërteta me drejtësinë janë bashkë. Edhe gjyqjet që janë, zbulojnë vërtetën që t'japim drejtësi. Se kur zbulohet e vërteta shqiptare, nuk ka çajre pa dhënë drejtësi pasaj. Ne do të përballemi, edhe të ndjekin vërtetat. Tani kur unë du ta shbëj, tani ti thua ky popull nuk çohet. Kjo s'është e vërtetë. Romeo.